Qofshin du Krishti. Shumë të dashur të vllazër e motra. Kisha shajte kremton sot festën e gjithë atyne që kanë jetuar jetën e plotësinë e Zotit, e kanë jetuar në shejtni. Kam përshtypjen se ju që jeni fije më të moqëm ose dikush që ka i fije përvoj jetët, besoj se në jetën tuaj keni taku ndonjëherë në njëri kaq të mirë, sa kur e kujtoni tash thoni ai ka kanë burr zotni, ka kanë burr i shajt. Ajo ka kanë grua e shajt. Pse e thojmë këtë gjë? Qa kena bona që më rrim me u shpreh kështu? Si është e mujtur me davu shejtnin? Për çështë shejtniet kena ato fuguret, e nër fugure janë fytyrat e shejtënve, dhe mi krye kanë atë aureolin, atë punoren e shejtnisë. Janë të shnritshëm, kanë dur të bashkuar, dikush me kryq, dikush me lule, e shumë gjëra tjera. Por për këta njerëzit e cilë thojmë kanë kenë burrat shejtë, gratë shejta, kanë jetuar për diçmërinë e tyre në thjeshtësi, që s'kanë bërë mrekullinat mëllana, por na thojmë se janë të shejtë. Këta nuk kanë as punor shejtniet në kry, edhe nuk kanë as fugure. Atje pse i quajmë kështu? Jeta e shejtnisë, dashur vllazër e motra, dallohet prej largut. Njëri që e ka zemrën e mirë, që jeton një jetë të shejtë, ç'është këtë tokë, dallohet prej largut. Njëri mirë nuk ka nevojë mirakomons, dang me thonë jam i tu. Më shifni mu. Njërin e mirë ndërthojza e padisin veprat e dashnit që jeton e që banë. Njeriu e shejt, personin që jeton atë jetën e vetë me Zotin, faktin që është i tillë, që është i shejt, nuk ja vërteton thjesht vetëm sjellja, por edhe mbretësia, duke se i shpërthen atë energjinë e mirësisë. E përmend ka lezet shpirti ka herë me ndaj me të njerëz. Janë kaq të mirë sa të kënaqen. Ta mushin zemrën plot. Din me të beku, me fol mirë, din me thanë të mirë. A ka punë ma bukur se një prind që para se mi ikë për kësa jete, kjo baba nanë, në fund lënë bekimin, fëmijëve të vetë. Jo pa qalan beku, jo pa qalan bekimin. A kujtoni se sa është njëri shajt, sigurisht e po. E në mësu ashtu vllazër e motra me thanë se shajtnit janë ata që rrinë qiell. E ka herë kur dëna me justifiku vedin për balë gabimeve tona, thojmë hajtë me masë se jam njëri shajt, nga bushëm jam allon. Hajtë masë se jam shajt në lëterë, në katë dorë jam edhe vetë. O dhe shajtit në katë dorë kanë kenë. Se cili për shajtëve ka pas historinë e vetë ma përparshme. Që nuk ka kenë një histori e kullume, e pastër, e kjo aksiloti, por që ka kenë një histori që ka pas në kate për mrana, ka pas realitetin e të keqës, si ka pas të tana. Por në një ditë, një moment, të u brek për i hirit Zotit, një këta njerës, një këta persona kanë zgjallë me një dorë për i të keqës. Mas me nëjë më të keqën, e të frimzum për i Zotit kanë zgjallë jetën. E të zgjallë jetën, kanë zgjallë dashnin, e më në njëri që zgjallë dashnin, nuk është njëri që marë. Nuk është njëri që shkatronë, nuk është njëri që rënonë, është njëri që jeton forcat mëllana. Kam parasysh ato prindë të cilët premend janë shajt, ma besoni, edhe pse kisha nuk i ka shpall, as papa nuk i ka kanonizu, as atje në Vatikan nuk janë marrë me ta me historinë e tyne, por ama durët e tyne dëshmojnë se kanë jetu një jetë premend shumë shajt, një jetë jashtëzakonshme. Ata durët e babave që janë plasaritura prej mundit e prej djerësit, prej shranit tjetës, rranimeve tjetës, janë durët më të bekume që eksistojnë, durët më të shajta që eksistojnë. Ato durët e nanave të cilat kanë punue, kanë sakrifiku, janë mundu me ba gjithmonë miren, me ndërtu të miren, janë durët më të shajta. Kur prindi kanë durët e shajta, imagjino se e kanë zemrën, shumë më të shajta. Kja është mallështia e tjetumenit në fejt është në vllazën e motra. Njëri që jeton me fej, jeton mbrapa shejtnisë së Zotit, e nuk ka me amajt mëmene, nuk mund të rritë pa një këtë shejtni. Shejtnia është diçka që të njitet. Sikur smundja që është njitse, kene jetu Covidin, koha
e Covidit ka qenë momenti kur përmend, ja kena një janë i tjetrit keqen. Shejtnia që vjen për Zotit tash njit, se Zoti e njeh ta jep Elena shejtnie, hell mbi ty, të mush me hirin e vet, edhe jeta të shndrohet krejtësisht sa që thu çam ndodhi. Pse? Jeton misteret mëllana, ne jetojmë për çdo ditë misteret mëllana, për çdo ditë. Prandaj ditën e sotme, edhe pse kisha nuk e qunë kështu, mu më pëlqen me e thirrë në këtë mënyrë. Ashtë dita kur kujtohen ata që s'kan fugure, as rreth shejtnie të kry, por që kanë jetu një jetë të shejt, sepse përmendi kanë besu Zotin që është burimi çdo shejtnie, burimi çdo dashnie e burimi i çdo mirësie. Por kisha si nanë për me eduku bijtë e vet. Ka zgjell që mos me caktu thjesht për çdo ditë shejti, sepse janë shumë me shumicën dhe ditë e vitit nuk dalin. Ka vendos që ato shejtën të cilë nuk janë njohin mirë historinë. Për shembull na për shejtin Shënkoll, s'ka burrë gru, plak e plak në shtëpi që s'din me këtu kakën e Shënkollit. Sa punë madhe mrekulli që ka bërë shejti Shënkoll. Kur na kenë fëmijë, gjithmonë thoshin po Zot kur përfundon se pana ikë edhe darka, ka që gati ishte si urat. Edhe gjithmonë më thoshim se fëmijë me thanë shkurtoni fije. Por ama e dim historinë e Shënkollit, dim shumë për mrekullinave që Zoti ka bërë përmes tij. Për shëndonë ma që bojmë bellën te kishën e laçit dhe shumë gjëra tjera, e dim të tona. I dim shumë ngjarje, dim shumë elemente mallështie që Zoti ka bërë përmes të personave, po janë të njerëz të cilët nuk i njeh kush. Janë të njerëz që nuk ja u din historinë, që nuk ja u din bamat, që nuk ja u din në mënyrë konkrete ato mrekullina që Zoti ka bërë, që nuk dihen për njerëzve, që nuk njihen botnisht. Kisha ka vendosur tani këta njerëz që besojnë që përmend janë e lumit të Zotit, si thotë Leximi i parë, janë shumë për të tani këto njerëz ditën e 1 nëntorit me qujt festën e tyre. Festa e tonë shejtënve. Na ngatrojmë fije, se si shqiptar, me ka qefi ka kemi ngatru gjanat, vend që me thanë sot është dita tonë shejtënve, thojma dita shpirtë e purgatorit. Sot është nata shpirtë e purgatorit. Dita është nesër. Data 1 nëntor është festa e tonë shejtënve, shejtëshave të Zotit e cilë nuk njihen botnisht, por ama që shpresojnë që janë e Zotin edhe janë shembull jetët për ne. 2 nëntori është festa e shpirtave të purgatorëve, për kujtimi i shpirtave të purgatorëve. Por ka met kjo si traditë, kam thënë në meshën tjetër, ka met si traditë data 1 nëntor, me shku në vorre, me ndezi qiri, me bak të gjana, për arsye se dikur motit, në fillim e krejt, nuk ka pas shumë freten, nuk ka pas shumë meshtarë, kanë qenë pak. E në zonat malore, ato është me shku me datën 1 nëntor për me kry, edhe festën e shejtënve, edhe shpirtave të purgatorit i kanë kryt të dyja, mbrenda një ditet. Ka met si traditë e tillë. Kisha nuk feston vdekjen, kisha feston shejtnin, feston jetën. Edhe nesër kur të kremtojmë besimtarët e dekur, shpirtët e purgatorit, na nuk i kremtojmë thjesht për vdekjen e tyre, por kremtojmë që dhe me thanë, e lusim Zotin, që ata të bëhen pjesë e lumnisë e ti, e lumnisë e Parizit, e lumnisë e Zotin. Sepse i krishteni nuk beson të vorri, i krishteni nuk beson të vdekja, i krishteni beson të jeta. E jeta që Zotin a ka thirrë, është me kënë të shejt. Dashur vëllezër e motra, shejtët nuk bajnë mrekullinat mëllana, nuk ngrejnë, nuk ndërtojnë grattaciela të larta. Shejti jeton një jetë thjeshtësie, një jetë të mbushur me shpresën Zotit, një jetë të mbushur me dashninë e Tij. Ka shejtën sot e kësaj dite, të cilët i kena afër shtëpisë tonë, që mund t'i kena brenda familjeve tona. Shejtët të cilët ecin me dy këmbë të tyre në rrugë të kësaj bote, që vazhdojnë me bën mirë, që vazhdojnë me jetu, që vazhdojnë me dashur jetën, që vazhdojnë me mbrojtë familjen, që vazhdojnë me sakrifiku. Ka shumë njerëz të cilët nuk kanë frikë më harxhu me dashur, nuk kanë frikë më udhëru. I jashtë jetë e shejtënisë. Zoti s'kërkon me bën magjina, se asnjëri prej nesh nuk bën magjina. Edhe ata që thonë vetit jena fautorë dhe distar, zezën e tyre dinë se jasë sa të sti. Ka herë rrenë mendja se dinë çdo gjë, dinë me parashiku fatin e tjerëve, kur s'dinë me parashiku fatin tanë, pas u merr me punët e tjerëve, por njëra ka qefi, po marr me herë me punët e tjerëve, as s'nin na kur, nuk nin na kur, po s'u borë me ato. E me komentuar, me shtuar me një çfarë gjanash. Por ajo që është e rëndësishme, qëndron një këtu. Vetëm Zoti din me peshu dashninë e jetës. Vetëm Zoti din me peshu masën e çdo lloj jete.
E Zoti është ai që jep lavdinë e shenjtë. Zoti është ai që mbush me shenjtë. Cilat janë kushtet atjerë për me jetu shenjtë, me mrit shenjtëninë e Zotit. Sepse jeta jonë ka me përfumu një ditë, na kena me ikë për kësaj bote. Kena me lanë. Na kishim pas qef me jetu 2000 vjetë. Po s'modhe na. Jeta është e ka një përcaktim të vetin. Kena me ikë për kësaj bote. Por si kena me ikë për kësaj bote, këtu qëndron gjaja më e rëndësishme. Dikur, etnit e krishten, ato i bezhvit shajtën të parë, kanë pas një moto, kanë thanë memento moris, kujto njëri si keme dek, kujto si keme ikë për kësaj jetët. Por, a thjesht kena me dek, që ka me ndohë me ne mas vdekjes, se jeta jonë është gjëna me maru me vdekje, po vu ka paku vetëm me vdekje. Nuk mbyllet krejt jeta me vdekje. Që na pret, jeta më shume në Zotin. Shenjtënia në te, mallështia në te, shpërblimi që vjen prej Zotit. Një ditë kur jena pak zuta ashtu vllazë në motra meshtari, përmes nunave, noneshave, na ka vesh petkun e bardhë, pak zemë. Edhe na ka thanë, je vesh me Krishtin, merre petkun e bardhë, ruje shpirtin tant panjoll për ditën e gjyqit të Zotit. Ruje shpirtin panjoll. Na kanë dhanë pak zim një petk të bardhë, jena vesh me Krishtin, e ditën kur desim, të na takon edhe një herë, me dalë para Krishtit për me adorzu petkun e bardhësisë e tij. Të bardhë dhe të panjoll, se s'mundena me adorzu me njolla. Kjo se ty ta ka falë dikush një fustan, ose ta ka falë dikush një bluzë të bardhë, ose ta ka dhanë dhe të ka thanë, merre e përdore, por keme ma kthy një ditë, ti s'mundesh me ja kthy ta njolla, nuk mundesh me ja kthy të shkym, nuk mundesh me ja kthy të nyt, njollosu. Si duhet me e kthy? Duhet me e kthy të pastër, bile më të pastër se ta ka dhanë. A keni vurej, kur dikush na jep diçka, për me e përdor për një farë kohet, e kur kena për me ja kthy, për piçka mos me lanë asit defekt në te, ishte duhet me ballë me jetën tonë. Edhe jeta jonë është e tillë. Do të me ditë me mbrojt vedin, me mbrojt jetën, me mbrojt nerin e çdo gjaje, do të me ditë me rujt zemrën, me rujt shpirtin, me rujt familjen, do të me ditë me rujt ato vërtytet e narta që Zoti na e ka dhënë, se një ditë kena me ja kthy atij, një ditë kena mu paraqit përballë Zotit. S'ja vlen me dalë përballë Zotit me zemër të zezë. S'ja vlen me dalë përballë Zotit me shpirt të myt. Nuk ja vlen me dalë para Zotit me njollat e të keqes. Ashtë turpe marre. Ne na vjen turpe marre, na vjen setra, për ndoshta kena në njollë ftyrë ose në gja, e mundona me imlu, e mundona me imshe. Jo ma para Zotit. Prandaj dashur vllazën e motra, një kjo kohë që na është dhënë, është koha që na jepet për me rujt shpirtin e zemrën pastër për çdo ditë. Është e mujtur përmes sakramentit të rrëfimit, mes kungimit të shenjtë, përmes mirësive, bamirësive të ndryshme që bëjmë, çdo gjë që durojmë tashni, çdo gjë pastron jetën tonë e petkun e mirësisë që Zoti na ka falë. Prandaj le të vazhdojmë për çdo ditë me kënd kështu. Le të vazhdojmë me pak kështu. Le të vazhdojmë me kënd njerëz të tillë, njerëz të cilët kërkojnë me pastru zemrën e shpirtit, atë petk me cilën Krishti na ka mbështjellë, në mënyrë që t'ia adhurojmë vetin ashtu sikur se duhet. Zoti na ka bërë të mirë kur na ka kriju. S'na ka kriju Zoti të këqij ashtu vllazën e motra. Sinqerisht, një këtu duhet më ndodha ai kthimi i zemrës tonë. Zoti nuk na ka kriju të këqij. Zoti na ka kriju të mirë. Na ka kriju të aftë me dashur. Gjatë rrugës qartë na prish nga ai herë. Por duhet më rindrejt, është e mujtur më rindrejt. Me Krishtin të rindrejt. Me Krishtin përmirëson na. E në Krishtin bana të shenjtë, sepse ai është i shenjtë. E shenjtia që vjen prej tij mundet me kenë gjithmonë e realizueshme. Prandaj kjo është ftesa për ju e për mua, për çdo njërin prej nesh. Është duket sikur se sot tan këto njerëz se Krishti vetë na thon banu të shenjtë. Jetoni, është e mujtur me kenë shenjtë. Mos të vi marrë me kenë shenjtë. Kjo botë është e hupur, ne t'jep shumë gjana, mos i beso se të rrenë. Është sikur se ajo goma që të çon e të lënë disë, s'din ka shkon për plasësh kanal, vjen me të parë. Kjo botë të ofron shumë gjana, por nuk të ofron lumturinë. Shenjtia e Zotit të ofron lumturinë. Sot ju ftoj, po përfundoj një kërkojë se ndoshta janë zgjatë. Tu ju thon konkretisht, kujtoni pak ato njerëz tuaj që ju kanë bërë mirë, që sot nuk janë pranishëm, që kanë degë në shkollë. Kujtoni mirësinë që kanë lënë, fenë që ju kanë trashëguar, të mira që keni prej tyre.
Kujtoni dashnin që ju kanë falë, sakrificat që kanë bërë për ju. Njëta janë shajtën, që vetëm ju ja u dini emrat, që vetëm ju dini që kanë bërë për ju, por që Zoti i din tona e i beshon dhe tona. Kjo fletu Krishti.